i fal Allahu i madhërishëm të gjithë krijesat e tij përveç dy kategorive të njerëzve. Sot do të shpjegojmë inshallah një hadith të rëndësishëm për cilët se pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë Allahu xhelle xhelalu hedh vështrimin e tij te krijesat e tij, thot i fal Allahu i madhërishëm të gjithë krijesat e tij përveç dy kategorive të njerëzve. Ata cilët i kanë shoqëruar Zotit shok dhe ata cilët kanë armiqësi me të tjerët. Pra nuk shkojnë mirë me të tjerët, kanë armiqësi dhe kanë probleme mes njëri tjetrit. Ky është hadithi më i saktë që ka ardhur për këtë temë. Hadithet e tjera, disa janë të dobta, disa dhe mund të forcohen, por më i vërteti, më i forti nga transmetimet e ndryshme është ky hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, e shënon Ibn Hibbanin Sahihun e tij nga Muadh ibn Jabali. Atëherë, çfarë ndodh? Allahu xhelle xhelalu gjithmonë i shikon krijesat e tij. Askush nuk shpëton nga mbikëqyrja e Zotit. Po përse pejgamberi alayhi salam thot që në natën e mesme të muajit Shaban, Allahu hedh vështrimin e tij për vetë të gjithë krijesat. Atëherë për çfarë vështrimi bëhet fjalë kur ne Zoti gjithmonë na shikon? Bëhet fjalë për një shikim të veçantë që është shikimi i mëshirës. Pra, kush meriton mëshirën Allahut xhelle xhelalu. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon se ata cilët e meritojnë mëshirën e Zotit janë gjithë krijesat, përveç dy kategorive të njerëzve dhe gjinëve bashkë gjithashtu. Përveç dy kategorive, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata që kanë bërë shok Zotit dhe ata të cilët nuk shkojnë mirë me vëllezërit e tyre musliman, me familjarët e tyre, pra me muslimanët e tjerë. Kanë armiqësi, kanë probleme dhe nuk i flasin, nuk japin selam njëri tjetrit dhe vazhdon kjo armiqësi bëhet pjesë e zakonit.